Tani me Arlon jemi te faza që ta vëmë tek faza për të fjetur. Arlo bëri pistën e vrapit, përpara pistës normalisht bëri nevojat, bëri shëtitit e shkurtër, bëri pistën, bëri ushtrimin e vendit, prandaj ti rreth 15 minuta, jo shumë gjatë, tek vendit, pra tek krevati, dhe tani do ta fus të haj mëngjes tek kafazi gjithmonë, sepse dua që ta lidh kafazin me diçka pozitive. Dhe ai mbasi të marrë se ngrënin, të mund të pushojë qetë, sepse qenë nuk duhet të bëjnë aktivitet të lartë mbasi të hanë, duhet të pushojnë pak, kështu që edhe Arlo, duke qenë një klysh goxha i lëvizshëm dhe aktiv, do ta lëm që të pushojë përpara se të fillojë aktivitetin më vonë. Gjithmonë me litar, edhe nëpër shtëpi, edhe kur është e vendi, dhe kur e fusim te pista, sepse duan që lidhja jonë me Arlon dhe me çdo lloj qenie tjetër të jetë sa më pozitive, por dhe sa më neutrale, pra nuk duhet që ta egzaltojmë. Duke prekur me duar, pra pa litarin, duke marrë hopa, duke shtyr, duke futur me zor te kafazi, duke e kthyer mbrapsht te vendi i vet nëse del, ne krijojmë frustrim tek qenia dhe gjithashtu dhe egzaltim. Sidomos klyshet e marrin si lojë këtë pjesë e fillojnë dhe acarohen sepse mendojnë që ata do luajnë e nuk i lëm dhe pastaj bëhet çdo gjë më e vështirë. Por duke përdorur litarin si një formë qetësie, sepse tashmë Arlo e di presionin e litarit dhe e di që nuk është diçka e keqe, unë e drejtoj për të kafazin dhe pastaj do t'i ul pas në ushqimit që të haj. Unë mund t'ja bëj, mund t'i lë tas në me ushqimin, ose mund t'ja hedh tek mbulesa e vet dhe ai të shkojë dhe ta kërkojë, sepse ashtu ka më shumë qef që të haj ushqimin, pra pak nga pak, duke kërkuar, duke i gjetur, duke ngrënë. Atëre. Arlo? Hajde. Vët dorën brenda. Krejt. Dhe Arlo futet. Tani që unë ta bëj sa më të qetë hyrjen e Arlos në kafaz, sidomos tek shtëpia që do jetë ambienti i tij dhe ai e di e njeh si ambient, unë çfarë do bëj, do ta marr edhe një herë kur ai të më shohë në sy. Hajde, do ta ftoj jashtë me litar dhe pastaj krejt, do t'i jap komandën krejt, pra kafaz, ose mund t'i thuash diçka tjetër, shtëpi, foto, çfarë lloj gjëje. Nëse shikon që është shumë i qetë, okay, do ta marr një herë. Hajde. Krejt. Presim të shtrihet dhe unë i heq litarin. Tu ka lodrën e vet. Çfarë do bëj unë tani është që do të hedh ushqimin në disa vende që ai të shkojë ta kërkojë. Sure ka qefin ai. Nuk dua ta egzaltoj, dua t'i sa më i qetë, këtu. Dhe litarin tu te vendi, ana shkafazit. Dhe çfarë bëjmë edhe, hapim pak radion, që ai mos ndihet vetëm, dhe mos gjej zhurmë të qartë.